Assalamu alaikum. Dietarët përmendin dy shkaqe se si njeriu të jetojë i lumtur. E para thon të di të mirën dhe të keqen. E kjo vllai im dhe motra ime nuk njihet vetëm se me anë të Kur'anit dhe Sunetit të Profetit alayhis salam. Pra çfarë është e mirë që me to shpërblehesh tek Zoti i gjithësisë, me të arrihet lumturia e kësaj bote, lumturia e botës tjetër, çfarë është e keqe që sjell pikëllim këtë botë, hidhrim këtë botë, fatkeqësi në këtë botë dhe shkatrim në botën tjetër. E këto Zoti i gjithësisë i qartëson në librin e tij, në Kur'anin famëlart. Po ashtu profeti alayhis salam na tregon hadithet e tij për gjërat e mira dhe gjërat e këqija. E kur njeriu i mëson këto, atëherë kalojmë tek shkaku i dytë që të jetosh i lumtur. Kur njeriu i mëson këto nga Kur'ani dhe Suneti i Profetit alayhis salam, atëherë shkaku i dytë është me u rujt prej të këqijave. E kur ti i lexon Kur'an, i lexon Sunetin e Profetit sallallahu alaihi wasallam, gjërat e këqija, atëherë ti ruhesh prej tyre. I lexon Kur'an punët e mira, adhurimin e Allahut të lartësuar, lexon Kur'an respektimin e prindërve, lexon për moralet e larta, lexon hadithet e Profetit sallallahu alaihi wasallam, atëherë ti i vepron këto punë të mira, e nëse i vepron punë të mira, atëherë do të jetosh i lumtur në këtë botë. Dhe patjetër me lejen e Zotit gjithësisë, fiton lumturinë e përjetshme në botën tjetër. E Allahu i lartësuar na tregon në Kur'an se cili do mashkull apo femër që bën vepra të mira, duke qenë besimtar, do t'ja mundësojmë atij një jetë të mirë. Pra do të kesh jetë të mirë në këtë botë. E tregon më pas Zoti i gjithësisë edhe për shpërblimin në botën tjetër. E lutim Allahun e lartësuar që të na bëj prej atyre që e lexojmë Kur'anin. I lexojmë dhe i praktikojmë hadithet e Profetit alayhis salatu wassalam. E të na bëj prej atyre që e kuptojmë të mirën, e kuptojmë të keqen dhe veprojmë vetëm punë të mira. Amin.